Më duket se këta kamarierët, kur hodha atë videon që thoja ule bakshish, i hëngër me sy. Pse ta thoni ju? Pata një situatë shumë të shëmtuar. Shkova të haja të darkoja me 2 mikeshat e mia, para një 2 ditësh ky muhabet, por nuk e kam thënë dhe thash okay, nuk do ta hedh, nuk do ta bëj të madhe, ishte për tu bërë e madhe, se jam mërzitur me të vërtet shumë. Shkova në një restorant, nuk po ja them emrin, thjesht do ta them si situatë. Dhe aty brenda restorantit, në ambientin brenda ishte super ftohtë, shumë ftohtë. Dhe sa jemi futur, i kemi thënë kamarierit që këtu është shumë ftohtë. Edhe na tha që po nga që është shumë ftohtë dhe jashtë, tha. Edhe i thash që keni ndonjë ngrose ose kondicioner që qa keni ta ndisni, se me të vërtet nuk haj, do me thënë aq ftohtë sa ishte aty, ishte kot që të ulesh e të haje, se nuk haje dot. Ose do rrije gjatë gjithë kohës me xhup, po s'është normale që të darkosh me xhup. Dhe më tha mua kondicionerët ndezur janë, më tha mua. Unë tani nuk e di si për fat, se Zoti më ndihmon shumë me këto lloj gjërash kur tjerët më gënjejnë. Dhe si për fat, unë atë paketën e kondicionerit e kisha direkt pas kokës, edhe ktheva kokën instinktivisht dhe shikoj që kondicionerët ishin të gjithë off. Thash je duke gënjur, sepse unë po e shoh që të gjitha këto janë off, asnjëra nuk është on, i thash. Tha, ç'a të them unë, ja bëri kështu. Thash, nuk është se je detyruar të thuash diçka, thjesht vepro dhe ndis kondicionerët. Edhe më ka bërë një sjellje shumë arrogante, do me thënë që ma la shumë të nënkuptoja që unë po e bezdisja shumë këtë djalin duke i thënë që këtu është ftohtë dhe duhet të ndezësh kondicionerët. Edhe i thash që se po më shikon në një mënyrë, i thash se kur qa po të them, i thash, po nuk është normale që unë të vi të darkoj të ha me xhup edhe të më kërcasin dhëmbët në lugë mua, ndërkohë që ha, se unë po vi për qejf, nuk po vi për hall. Nëse ky djali dukej që u bezdis shumë nga kjo që i thash unë, e nuk erdi më të na shërbente ne. Ky as porosi nuk erdi të na i merrte, vi një djalë tjetër, një kamarier tjetër, i thot shokut ky që të vi, se ky ishte shumë i rënd ky. E prek më tela këtë. Edhe vin ky tjetri edhe ja shprehim të njëjtën, një nga mikeshat e mia ja thot të njëjtën pa kënaqësi, se dhe ato kishin shumë ftohtë. Dhe i thot ai që po ç'a të them unë, do me thënë e kishin bërë si vjersh këta këtë shprehjen, ç'a të them unë, nuk e di. Nëse. Edhe ç'a të them unë, tha ai, këto kushte kemi. Edhe i thash nuk është normale kjo përgjigje që po jep, i thash, sepse unë mund të ankohem për këtë. Mua do më qetësonte shumë edhe mënyra se si do më drejtohej kamarieri, do me thënë nëse mua kamarieri do më thoshte t'ju kërkojmë shumë ndjes, patjetër keni të drejtë. Kemi një problem teknik, ku di unë qa kishin që si kishin ndezë kondicionerët, se nuk e di, po mënyra se si na janë drejtuar të dy kamarierët linte shumë për të dëshiruar. Dhe i them që duhet të gjesh një përgjigje tjetër, i them, jo këtë, sepse unë mund të ankohem, i thash. Tha, po ku do ankohesh, thash, ko ankohem, tha mua. Po mirë, okej, thash, me që unë ngela e pak kënaqur nga shërbimi, thash, do ju lë një review, i thash unë këti. Lëre review ku të duash, më tha mua. Pastaj si duket i thirri mendjes, që s'është normale t'i flasësh klientit kështu, edhe ka ardhur, ka thënë që mos e bëj review-n, e nuk e di diçka të tillë, se do ta atë ankesën tënde, tha, do ta përcjell unë, tha. Kaq mu desh dhe u mjaftova që mos u nxirja emrin si restorant, sepse sinqerisht isha aq e agjituar dhe aq e frustruar, sa isha gati ta bëja atë videon që në moment, jo të prisja të nesërmen, as të nesërmen nuk do e prisja. Ju si mendoni për këtë situatë?